Banorët të shumë të fshatit ose Kyll tash e shumë kohë po përballen me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike. Furnizimi i rregullt me energji është më së domosdoshëm si për anëvisëri, ashtu edhe për nevoja të shumta të secilit banor. Mungesa e saj tash sa kohë po i detyron të përballen me shumë vështirësi, duke ju shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme. Sidomos kur koha e shinave, frym, tu gjithmonë na kanë nol, gjithmonë na kanë nol. Që tash smromi për menu ka pak, te kujshit ka ndodh një shpërthim i orës, edhe kur e pash, që tash e pova, se s'jom hinë, por se nuk o pronari këtu, jom të mërue. Edhe çak kom një fjalë që me të kërsit kryet, si thujnë. Gjoja si ka pas në ndërhyre, ky kujshia është në Gjermani. Mu më ka djeg televizionin, atër për në june si krejt kujshive, disa fshinsa, frigorifer, në zemja qëndruar një kujshis manelt. Lidhur me çështjen e rrymës, Lushe Krasniqi tregon edhe dëmin e konsiderueshëm që i është shkaktuar nga energjia elektrike. O kanalet rryma shpesh, edhe kujshive edhe neve, po s'po di ma çka më bë. Kur gjë s'kem pas në struj, njëse hati natë sekonën. U shunë djemë të kujshite, i thirën ata për të gazin për minale. Vishë si kem pas dishka në struj, a kem punu më struj, jo, se njëse hati natë sekonë. Mës më na pa kalzu që ata shkrëm ishin bo, kur gjë s'ka pas në struj. Ka rrinë këtu s'janë, atje janë, ka shëpër mi bon një farë i dare, djalin e kalzaj, që kjo pjesë krejt, edhe shumë sene jenë kallë. Deri tani, kompania e shpërndarjes së energjisë elektrike nuk ka dhënë një shpjegim të qartë për shkakun e ndërprerjes së energjisë në këtë zonë, duke lënë banorët të dyshojnë për shkaktimin e këtij problemi, si dhe për kohën kur i njëjti do të evitohet. Gjithashtu lidhur me këtë shqetësim e me kërkesat të banorëve tjerë, edhe ne i jemi drejtuar me email kompanisë KEC, por të njëjtit përkundër disa emailave të dërguara nuk kanë kthyer përgjigje.